çunat nuk e harrojnë kurrë dashurinë e parë, më streson. Nuk e harrojnë. Sepse mua për shembull, ishi ima ka thënë këtë gjë. Edhe ndoshta unë e besoj. Dhe në një moment ti ndihesh mirë që thua, "Wow, ky s'do më harroj kurrë." Por në tjetrin ti do lidhesh me po tash portokalle. Është vërtet. Dhe imagjino sikur ti të lidhesh, të martohesh, të kesh një familje me dikë dhe ai që do akoma dashurinë e parë. Dashurinë e parë. Ndoshta nuk e do, po nuk e harron. Hapu dhe të futem unë pastaj nuk e di. Po ka një gjë. E para nuk tham që të gjithë çunat i ndodh kështu, sepse jo të gjithë çunat dashurojnë marrëzisht herën e parë, se ndoshta ju ndodh që e përjetojnë dashurinë çik më vonë, por ndoshta ju ndodh që e kanë edhe pastaj e harrojnë ose e përjetojnë më lehtë ndarjen, por ama që bëhen posesiv, psikopetër, të thëmur pas dashurisë tyre të parë që është e vërteta, kjo është pak po e sigurt. Aprovoj. Domethënë, e kanë shumë të vështirë të shkëputen nga dashuria e tyre parë çunat se sa gocat. Aprovoj, blej numra të ri, të marrin telefon, edhe kur ti ke vazhduar jetën tënde. Po sa raste kemi. Absolutisht. Më gjeni një gocë që nuk e vërteton këtë teorinë që çunat realisht nuk e harrojnë. Ata që kanë dashur me vërtet nuk po them të gjithë. Për momentin që çunat ngarën dashurinë e parë. Më vonë shohim si do na vi fati. Ç'e ndodhi për shembull, ja ti je lidhur me një çun që ka dashur fort dashurinë e tij të parë. Ç'a do ndodhi? Një sekond, ja them unë. Është halli një motrës tonë që na ka shkruar. Motrani nga t'ja filloi. I dashurim në atë kohë që është sot burrim. Nuk ishte ditë që nuk më tregonte historitë e tia me ishin. Shumë mirë, transparent. Por nga të gjitha veçonte të parën e tij. Kemi 8 vite bashk dhe ka vetëm 1 vit që ka ndaluar duke folur për të. E pas ka mërzish. Dhe kur ishim bashkë në shtrat, pasi mbaronim duke bërë dashuri, nuk e di pse, por gjithmonë hapte tema për atë. Kur ishim në një ka qenë burri? Është burri momentalisht. Që po flasim është burri. Mbaroni se bëri dashuri dhe ai i tregonte muhabetet për flasim për faktin që bëjnë dashuri. Kur ishim akoma të lidhur, një shoqja ime e provokoi me adresën në sajt të Instagramit, pra si adresë sikur po ngacmonte burrin e kësaj. Dhe si për çudi dhe asaj, sapo ju fut në bisedë, i hapi muhabetin e ishes. Dhe i tha mes të tjerave, që si atë nuk të doj kurrë asnjë femër tjetër. Dhe është burri akoma? Dhe është akoma burri. Kurse mua më thoshte për ishin e vet, që ishte e zgjuar, që dëgjonte këtë përkëshillat që ky i jepte, dhe që nuk besonte që do përjetonte me asnjë përveç asaj. Më thoshte që fytyra e asaj femre nuk harrohet lehtë. Më vinte t'ia thyja turinjt, por shqyr ndaloj së folori për të, pasi martesa së lë shumë hapësirë për të menduar. Me dashurës tënde. Tani një sekond. Këto ose kanë qenë në fjerë. Ose kjo është rikthyer me ishin e vet. Faleminderit që ka pushuar. Që ka pushuar është rikthyer, se nuk ka opsion. 8 vite rresht për atë që ka qëndruar aty. E tha dhe këtë episod që rikthyer me ishin. Po pse bëni kështu? Ato shkretin e kanë çu pa dëshirë, këna i par brekan atjere në fjerë, ai ka vesh edhe vazhdon mendon për ishin. Po të flasësh dhe me adresë fake për ishin, ka gjë që s'shkon me men. Jo, i vetmi person që ka diçka që nuk shkon me të, është, më fal, të kam shumë gjanë. Motrajon. I vetmi motra lart e poshtë. Je ti se të flasi burri e zemra ime për ishin, ndërkohë që ju jeni në krevat. Pa seks, imagjino. Pa seksish më rëndë se sa të flasi pa gjesti, për shembull, është më mirë flasë për një mashkull pas seksit se për ishin. Për zotin. E bëj një sy qorë, nuk ka problem. Për një mashkull. Ua, jo me për të yshtër është kjo, goca. Goca pra! Ti të yshtet. Po, më falë se jam e shastisur. 8 vite e martuar. 7 vite. Duke folur për ishin. Duke dëgju. Po në këtë pikë unë them ta kishe ftu ishin në këtë tash i vjerë si është muhabeti. Se kjo që ka fantastike, mos bie ti mrena jetën e të tretë lumtur, se kështu i bien tani. Kam shumë pyetje për këtë gocën. Pa bitesha nëse s'do të Kam shumë pyetje.
Domethënë, një nga pyetjet më të rëndësishme që nëse e shef të episodin, lutem na shkruaj në Instagram është pse vendose ta vazhdoje lidhjen me burrin tënd, martesën më saktë. Jo, pse vazhdove ta çosh në martesë. Po pse faleminderit Megli. Po pse je akoma e martuar? Ndoshta ke fëmijë, ndoshta nuk e di, kam shumë pyetje dhe përgjigje. Ka fëmijë se ka fotoprofili. Ka fëmijë. Mirë që nuk tha, a mund t'ja vëm gocës emrin e ishit që kujtimi i saj jetoj. Kush tash ndoshta nuk ja ka thënë në këtë pikë kaq shumë sa i ka folur për ishin. Ishte një gocë që njohun daja asaj i ka vënë kësaj gocës emrin e dashurisë së tij të parë. Me gruan kanë qenë në spital bashkë dhe i ka thënë atë ja vëm emrin e qenë e parë. Edhe me gruan në spital. Do ishte ai në spital po t'isha unë. Sa e burg. Qa emri? Bam. Ne jemi kundër dhunës. Ndaj femrave. Pam. Po ishte shokuese. Këtë më përshtypje që kur shoqja e kësaj e ka provokuar me adresë tjetër, çka ka pritur? Ka pritur që jo, para se ti flasi për ishin dhe asaj ka kthyer, e kupton? Po e para i ka kthyer, e dyta as nuk e ka ngacmuar, i është shpreh për ishin, ai ka pas kaq nevojshme. Ti flasi çdo njeriu për ishin. Çe ka bërë që na jep çik të burrin tan telefon, ta djem dhe ne për ishin, se jam shumë kurioze. Qa ka qenë kjo? Na ja akrobate, që ka përmëndë edhe ma seksi. Më fajnë, bërjes dashuri. Bës dashuri ishte element shumë. Bës dashuri bërë ti, bërja i me ishin. Dhe ti do dhe shë aty.